Serbia po diversifikon furnizimin e saj me energji larg Rusisë dhe është tashmë në bisedime për të blerë gaz natyror nëpërmjet një mekanizmi blerjeje të Bashkimit Evropian. Kështu ka bërë të ditur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë me Reuters. Vendi ballkanik i cili dëshiron të bashkohet me BE-n është një nga blerësit e pak të mbetur të gazit natyror rus në Europë. Mbi 80% e furnizimeve të tij vijnë prej Moskës, por BE-ja ka ushtruar presion mbi Serbinë për të gjetur alternativa, ndërsa përpiqet të zvogëlojë flukset e parave në ark lufte të presidentit Vladimir Putin për Ukrainën. Ne e dim se çfarë po projekton Bashkimi Evropian në lidhje me të gjitha llojet e ndalimeve të pranisë së energjisë ruse në Europë, dhe ne duhet në një farë mënyre t'i përshtatim dhe politikat tona energjetike e kërkesave të caktuara të tyre që janë shumë të fuqishëm, tha Vučić. Serbia dështoi të siguronte një kontratë të re afatgjat me Gazpromin e Rusisë vitin e kaluar dhe një marrëveshje afatshkurtë të rearritur në dhjetor skadon më 31 mars. Vučić thotë se Serbia synoi të siguronte 500 milion metra kub gaz në vit, rreth 1/5 e nevojave të saj në kuadër të iniciativës së BE-s për blerjen e gazit komunal, së cilës u bashkua vitin e kaluar. Serbia tashmë po blen gaz nga Azerbajxhani nëpërmjet Bullgarisë dhe ndërtimi një tubacioni gazi për në Maqedoninë e Veriut, që do të jepte Serbisë akses në gazin natyror të lëngshëm nga Greqia, duhet të fillojë këtë vit. Ne ende kemi një çmim shumë të favorshëm në marrëveshjen tonë afatshkurtër me Rusinë, dhe kjo është gjë e mirë për popullin serb, por do të përshtatemi me kushtet që është Bashkimi Evropian, sido që ta quani ju, sugjerimi, imponim apo çfarëdo që të jetë kjo, deklaroi Vučići. Moska e mbështet Beogradin në kundërshtimin e tij ndaj pavarësisë së Kosovës. Vučić është përpjekur të balancojë marrëdhëniet me Kremlinin dhe përpjekjen e Serbisë për antarësimin në BE. Kjo vijë është bërë gjithnjë me vështirë për t'u ecur që nga pushtimi i plot i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, ndërkohë Vučići tha se është i përkushtuar për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Ai thotë se ekonomia ishte përmirësuar si dhe standardet e jetesës dhe nivelet e borxhit të Serbisë. BE-ja ka kërkuar prej kohësh që Beogradi të forcojë sundimin e ligjit, liritë e medias dhe të çrënjos krimin e organizuar dhe korrupsionin nëse dëshiron të bashkohet me Unionin. Kritikët thonë se reformat e fundit në sistemin gjyqësor do të zvogëlonin pavarësinë e tij, duke e komplikuar rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Vučić thotë se autoritetet janë gati të shqyrtojë grupin e diskutueshëm të ligjeve gjyqësore me organet evropiane. Padyshim, meqense unë jam president, edhe deri më tani kështu ka qenë dhe do të jetë deri në fund të mandatit tim, Serbia do të jetë në rrugën e saj drejt BE-s, theksoi Vučić për Reuters. Vučić është një populist. Ai pësoi një goditje politike kur çatia e një stacioni kurudhor u shem në Novi Sad në vitin 2024, duke lënë të vdekur 16 persona. Fatkeqësia shkaktoi protesta në të gjithë vendin, duke bërë thirrje për të dhënë fund korrupsionit dhe për të kërkuar zgjedhje të parakohshme në vend. Vučić pranoi se korrupsioni është një problem në Serbi dhe është i pakënaqur me përpjekjet për ta zhdukur atë. Megjithatë, ai hodhi poshtë demonstratat si një komplot nga Agjencia Ndërkombëtare të Sigurisë, përfshirë ato nga Kroacia, Shqipëria dhe Kosova fqinje, për të përmbysur qeverinë e tij, por ai nuk ka prova për këtë. Mandati i dytë dhe i fundit i Vučićit skadon në vitin 2027. Mes protestave në rrugë, ai ka thënë se do të thrasë zgjedhjet e parakohshme gjatë këtij viti.